A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin ton Merr Furim si çdo javë, siç e dini. Kurse sonte kam mysafir një hoxh, i cili kam mësuar shumë prej tij. Mësoj edhe do të mësoj inshallah hoxha Omer Berisha. Mirë se erdhe hoxhë ndërum. Mirë se gjej, Allah i shpërblet për ftesën. Edhe më vjen mirë që të kalojmë pak qase me marr frim që të bashkë. Alhamdulillah. Si dha hoxha Ahmed Kaloja kur ishte dha të marrim pak frim. Alhamdulillah. Hoxha i cili është aktiv në Austri, në Vjenë, përkohësisht e presim shkop këta apet. Në vendin ku peshon guri. Hoxha si çdo herë me podcast parë me Hoxha Allah që e bëj i përzgjedh disa postime në Facebook. Ju alhamdulillah jeni aktiv. Kështu që i kam zgjedh disa postime ku do t'i komentojmë inshallah. Por ndryshe, si nuk prish punë. po kush do e ka në Facebook Omer Berisha, mundi me bë follow dhe më ndjek postimet e Hoxhës së nderuar. Por ndryshe më pëlqen je nga trallët që i ket gjata statuset, ama i lexoj deri në fund, a kupton? Nga trallët, kështu që vazhdo. Do thonë njëkohësisht pak më morë të si vërtetë se qenë kanë pak gjata. Ama nga trallët që i lexoj deri në fund. Aha, mirë. Do të thonë çata thotë njëkohësisht edhe lëvdatë dhe pa kritik, mirë. Ja ke marrë dorë mirë kësaj punë. E Allah i ty. Andaj shkojmë me postimin e parë, të cilin e kam përzgjedh e të cilët keni thënë kështu. Bismillah. Vetëm një moment. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faktikisht një hadith e ke thënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse të gëzon e mira që ti bën dhe të mërzit e keqe që ti bën, atëherë ti je besimtar. Tjerat mendime janë vezvese që duhet flakur nga secili besimtar. Po, sigurisht kjo është një këshill, shpesh herë njeriu nëpërmjet statuseve këshillon vetë dhe këshillon shokët, ndjekësit që i ka aty. Edhe është një temë, edhe megjithëse ky status i shkurt, por është shumë domethënës, normal këtu jam ndihmuar me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pas mrekulli me fol shkurt edhe me shumë kuptime. Ky hadith është një mësim shumë i madh për shumë prej nesh, të cilët ndonjëherë kemi krizat tona te aspekti i imanit, te aspekti i besimit, sa je besimtar, sepse e shohim veten shpesh herë në punë të këqija, në mendime të këqija, në veprime të këqija, edhe mundet me të ardhë shejtani, po edhe mendja jote duke thënë marona, jam mira, s'jam mira, ku ta di çka nuk s'po më duket vetja shumë i sinqert, ndoshta jam munafik, dyftërësh, e kështu me radhë. E unë kam postu këtë me tregu si një matje se ku jemi me besim. Fundja, nëse nuk kemi shumë tema të cilat mundemi me i shoshit, atëherë këtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ndihmon shumë kollaj për me pa ku jemi. Vetëm shikoje veten, kur të bësh një të mirë apo gëzohesh, edhe kur ta bësh një të keqe apo të dhem, apo ndihesh keq. I dërguari jon sallallahu alaihi wasallam tha që ti je besimtar. Në moment që ti këtë e vëren, lëviz, qenë ka aktiv i zemra jote në ndihimin e të mirës edhe të keqes, atëherë që pas ke zemër besimtari. Edhe gjithçka tjetër, jashtë kësaj, atëherë ajo është vezvese. Edhe vezveset janë vërtet ato që duhet t'i flakim, t'i largojmë për vetveteve tona, sikur që lutemi kur e lexojmë surën An-Nas, min sharril waswasil khannas. Edhe na ruaj o Allah, kur kërkojmë ndihmën e Allahut, na ruaj prej vezveseve të pëshpëritësit të atij i cili domethënë mundohet njeriu me nxjerr në huti. E kjo është domethënë qëllimi i postimit, besimtarin me rahatu. Sepse unë në atë që e kam mësuar prej dinit tem, si student edhe si hoqë që mjaft vite, nuk e shoh të udhës me shku ka ana e friksimit atë shumë sa që shkohet shpesh herë, por duhet me shkue duke i rahatue njerëzit, jo duke i avbor rafsh. Absolutisht. Po duke i rahatue se je në rrugë të drejtë.
sepse siguria në rrugë është garancë për me shku rrugës tutje. Kurse kur shkon me hutin, a jam, mundesh me u ndalë dhe me u largu krejt për rrugës. Shumë e qartë. Kurse kur t'jesh i sigurt atë që je duke e ba, inshallah, domethënë shpresohet shumë se kemi shkuar, kemi mrrin shumë. E veç me friga jo. Këshilli sa qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Domethënë nëse dhem kur bën mëkat, shembull alkool, astaghfirullah, çe. E ka bë të keq. Jam të pi. Edhe është nina keq, ai çka bona me alkool pita. Është shenjë mirë. Kjo është shenjë mirë që janë besimtar. Jo shenjë mirë që e pive, po shenjë mirë që shkandive. Po, si shembull, astaghfirullah larg asaj. Mirë po, qafiri, jo muslimani, jo besimtari, ai e pi si ujë dhe nuk e ndin. Po. Ja të Ai mundet me pas ndonjë se këto ka mundësi njëri me i përzit ndërgjegjet, nëse ka ndërgjegjen po i baj dëm shëndetit e kështu me radhë, ne nuk po flasim për atë. Po flasim për ndjenjën raport me Zotin. Absolutisht. Apo se nëse dikush pin alkoolin edhe ndihet keq thotë çka jam ti bo shnetës be. Ajo tjetër mesele. Jemi të fol për këtë ndërgjegje, jemi të fol për ndërgjegjen e cila në raport me Zotin thotë tu e ditun se kjo haram, kjo zban, kjo e keqe, u përlava me dikani thash fjalë tron, përgojova, bona gibet e kështu me radhë. Nëse këtu aktivizohet ndërgjegja jote, atëra është shenjë e imanit. Kjo. Jo se unë vjedha po nështë ka pas në i kamer, atëra s'është më diçka tjetër. Allah që problem një këshill në hadith, një met rahaton kjo hadith ajo. Alhamdulillah. Shkojmë me postimin e dytë. Keni komentu për ardhen e imamit Qabës, në Shkup që ishte, në Maqedonin, në Shkup Tetov, në Gostivar, në Kumanov, ku keni thonë kështu. Kënaquni me çastet e bukura që po mundësohen me vizitën e imamit të Qabës, Shej Mahirit, e mos i kushtoni vëmendje disa reagimeve ignorante të shkruara nga ChatGPT-ja. Shire, unë isha në Austri në ato momente dhe vike lakmi zili pozitive me qenë edhe unë do pak namaze. Jo që të bëhet namazin 100.000, po diqysh ndjenja me u falë pas ati imamit të cilët jemi mësu mja dëgju zanin vetëm prej Qabës, prej vendet më të shenjë që e kemi, sigurisht e ban edhe namazin pak më ndryshe. Edhe unë atë ditë më rarë nësi ca postimet që të cilat nuk mu duken dashamira, as pak. Edhe prandaj reagova, ndoshta ka tingëllue jo dhe but, por me të vërtet ishin prisha qef, shtash ka orë njeri pi Saudi, imami Qabës në ka nderu, ki del këtu kritikon. Edhe apo sidomos kur e sheh se krejt njerëzit janë duke u kënaq, prej ku e merr fuqinë me oprish atë gëzim, atë ngazllim që ata e kanë. Kjo për mu flet për një brendësi shumë të rëndë. Unë nuk e di këto lloj njerëz çka kanë, a dojnë me usilën si militanta të medhhebit, që është gabim, domethënë se unë nuk po them se medhhebi është diçka e keqe, jo. No, çashtu jemi rrit, çashtu jemi edukuar, çashtu jemi mësuar, çashtu kemi studiu. Me medhheb edhe mirë po duke mos qenë fanatik në për medhhebe, mirë po me u bë militant thjesht pse bën fansa më shumë edhe me u friksu nga gjithë shka që vjen prej Arabisë Saudite, më thonë kjo është pak problem. Unë e mendoj se këta njerëz kanë probleme tjera, më thonë janë militant të ndonjë rryme, të ndonjë grupimi, të ndonjë ideologjie, edhe mundohen pastaj se unë disa postime që i pash, e di që ata s'din shqip me shkru. E prandaj edhe e mora guximin me thonë e ka shujt ChatGPT, sepse e njoh se nuk din shqip me shkru. Edhe sipas meje i diktoj do njerëz kur e kanë nga vetja dhe kur nuk e kanë nga vetja. Përderisa nuk i kam apostrofu me emra me mbi emra, nuk mendoj që i kam hin hak. Amo inshallah shpresoj që e kanë mësuar shqipen edhe din me shkruajt edhe shpresoj që t'jem gabim që si ka shkruajt ChatGPT-ja, por unë e kam bindje për ca postime, një dy sidomos që i kam pa, ato me thonë me vendosmëri se janë shkruar jo prej tyne. Edhe shihet se njeti për të prish gëzimin e dikujt është me të vërtet shumë e rëndë. Prej shenjave të imanit ose prej punëve më të mira që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me fut gëzimin në zemrat e besimtarëve. E thash, nëse unë nuk kam, se do një ditë edhe ne s'kemi fuqi, kërkan me gëzu. Se vet jenë problemet e tua, në halët e tua, në koncentrimin tanë ku të di unë, ma ki s'ki mundësi qatë ditë kërkan me gëzu, heq.
as me një fjalë të mirë. Po s'paku kur i sheh gjithë ata njerëz të gëzuar, ku po e merr energjinë me u prish gëzimin, kjo është për mua domethënë pikpyetje e keqe. Në përgjithësi, këto kritikuesit ishin në për birat miut aty ku e kanë vënë, në përgjithësi në Kumanov te xhamia e Hoxhës Elisa full, shumë mirë prit. Sinan Pasha, xhamia qendrore në Kumanov shumë mirë. Shkup Mustafa Pasha, Nisabeu, në Çajer, në Tetov, sidomos Tetov te xhamia e larme me asë kamera e kishin bërë shumë bukur, a kupton? Të vorti din këto pak video montazhas. Përgjithësi sukoritëm mos. Një mikpritje të mirë ja dham, ashtu si që meriton misafiri. E mos të flas me Hoxhë Imam i qapas xhamisë më të madhe, a kupton? Sigurisht. Unë atë lej njerëzit le të shprehin gëzimin ç'është nihen. Kush me lule, kush me drita, le ta bën. Ai kryesorja apo vërrehet që po gëzohet, po. Kur po vëm po të shohën për shteti, pi fshin, pi pastron. Se cili me të vetëm me le të gëzohet, domethënë nuk kemi kondër, por kryesorja fundit edhe ata që gëzohen me papën e tyre, me popin e tyre, fundit unë edhe atyre nuk këshillim ja u prish gëzimin. Fundit e kanë njerëzit veten, le të vazhdojnë. E vërtet, ç'është është. Shkojmë me postimin e radhës Hoxh. Ku është pak më i gjatë, ama kënaqesh të e lexoj. Edhe kjo në vërtet më ka pëlqyer, edhe ta trajtojmë që këtë temë se shumë moti ku mdosh me trajtu. Mund është edhe pjesë, nëse s'pëti... Jo, po e lexoj komplet. Ama para se me lexu, doshta me të informu këtë temë ku mdosh moti me trajtu me dikant. Po, ja nuk i zgjenjsha fjalët, ja dëni Hoxhën e zgjenjsha. E kur e pash që i kishe postu, më pëlqej atë shumë, sa që thash këtë inshallah thash sa më shpejt bëhet podcast, elhamdulillah na mundsoj edhe ta trajtojmë. Kështu keni shkruar. Shpesh pas vdekjes së një të dashuri, dëgjojmë shprehje si për shembull, ai na sheh nga lart, gëzohet kur ne gëzohemi, mërzitet kur ne mërzitemi. Dua ta theksoj qartas, kjo nuk ka asnjë bazë në mësimin islam. As Kurani dhe as Suneti nuk japin të kuptohet se të vdekurit ndjekin jetën tonë në këtë botë. Islami na mëson se pas vdekjes njeriu kalon në berzah, një botë krejt tjetër dhe e ndarë nga realiteti ynë. Ajo botë është gajb, e fshehtë, domethënë e fshehtë dhe e panjohur për ne. Prandaj, përveç asaj që na ka mësuar Zoti i lartësuar dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam, askush nuk mund të na flas me siguri se çka ndodh atje dhe çka bëjnë ata. Kështu që edhe ngushëllimi duhet të jetë i ndërtuar mbi të vërteta, jo mbi fjalë të bukura, por të pavërteta. Ngushëllimi islam që ka vlerë reale është ai që kujton mëshirën dhe faljen e Allahut, lutjen për të ndjerin, të vdekurin, durimin për të gjallët dhe shpresën në takimin tonë në botën tjetër. Fjala e sinqertë ngushëllon më shumë se çdo trillim, dhe feja jonë është e mjaftueshme për të na dhënë forcë dhe pa pasur nevojë për mite. Këto ide për shpirtëra që rrinë mbi ne kanë hyrë mes muslimanëve kryesisht nga traditat popullore dhe kulturat e vjetra para islame, ku besoj se i vdekuri ruante familjen. Më vonë, letërsia dhe poezia mistike i përhapën këto shprehje në mënyrë metaforike, të cilët njerëzit i morën në kuptimin literal. Mirë, ato janë fjalë që synojnë ngushëllim emocional, por nuk janë pjesë e besimit ton, ndaj si musliman as nuk i themi. Shpresa për të ritakuar me të dashurit tanë rritet jo duke fantazuar për atë që nuk dim, por duke besuar sinqerisht në premtimin e Allahut për ringjallje dhe takimin e botës tjetër. Ne e dim se ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira do të bashkohen nën mëshirën e Allahut. Kështu, forca jonë nuk vjen nga mendimet popullore, por nga shpresa e pastër që jep feja, se takimi ynë i vërtet është ende përpara. Zoti na bëft punë mirë dhe na kaploft me mëshirën në këtë dhe në botën tjetër. Një përshim fenomenal, Allah të shpërblefshi. Allah të shpërblefshi. Po, kemi të shqiptar, të Maqedonët, kjo dihet, për shembull mjafton, unë shpesh kur jam në trafik, i shoh ato kombet që i mbartin të vdekurit Maqedon, aty shkruan Sladok Dom, shtëpi e ëmbël, mirën son, xhumi i ëmbël. Dhe di këtë ja bë rraf zhvetit, dhe me kështash muzika me hinur, ka me flet, apo nuk du me përqesh kërkan me bullizu asni fej, asni asit, po kjo ka nisë dhe të na, prehun po që... Vazhdo, komentoj.
Po kjo është edhe qëllimi i këtij shkrimi të shkurt që e kam bë, kjo është qëllimi, se çështja e stacioneve pas vdekjes, me zonë si stacion të fundit të kësaj dhunjaje vdekja, dhe gjithçka tjetër që vjen pas asaj janë stacionet e ahiretit, derisa inshallah të jemi te stacioni i fundit që është xheneti. Para asaj ka disa stacione. Më thënë vjen ura siratit, para asaj mizani, krejt, do më thonë janë gjërat cilat ndoshta edhe i ke trajtuar me dikam për xhallar ose vjen rasti i trajton. Ajo që unë ndesha me thonë tash, për gjithçka që kemi pas vdekjes, këtu nuk guxon te një besimtar në fe me pas ndikim kultura, tradita, se megjithëse ne respektojmë traditën dhe kulturën tonë shqiptare shumë, mirë po ajo e ka fundin deri te shpirt, deri te fryma e fundit që e japim. Pas asaj, informata që i marrim se çka ndodh pastaj, i marrim vetëm nga i mirë informuari, nga El-Latif, nga El-Alim, nga ai i cili i din gjithçka. Ato, sipas besimit ton, i kemi në Kur'an edhe në Sunet. Fjalët e tij të Zotit, i cili na ka thonë edhe mi dëgju fjalët e Muhamedit të dërguarit tij. Pse? Sepse çdo informat për pas vdekjes nuk e kemi ne mundsinë që me forma shkencore, me laboratori të ndryshme me i zbulu. Nuk janë informata që zbulohen, se nuk janë informata që krahasohen. S'ki ku i krahason. Ti nëse mua më thot diçka për shembull dhe kum pa një objekt të madh, me atë që unë e njoh në këtë dunjë, unë më njëherë di çka është madhësia. Tham a me centimetra a me kilometra. Edhe ja nisim me e kuptu çka e tu dash më tregu. Kurse kur flasim për botën tjetër, nga momenti që njeriu jep shpirt, ka shkon shpirti, ku vendoset, çka bëhet me ta, a shkon dikon me shetit, a vjen a ru shpin, a shkon me engjujt, a i vin engjujt. Këto ose duhet të kem mbështetje në Kur'an, fjalët e Allahut, ose në fjalët e pejgamberit dhe në të askujt tjetër. Këtu ato dispozitat ose burimet e sheriatit, mësimit fetar që i kemi pastaj ixhma, qiyas e kështu me radhë, edhe ato kanë shumë pak të drejtë ndërhyrje ose fare hiç, se s'ki me çka me i krahasu. Qiyasi për shembull është me i krahasu një informat që e ke me diçka që se ke dhe pastaj i agjen diçka të njëjtë edhe thu, po, kjo qenë ka kështu. Mirë po informata që janë, këtu shkon shpirti, kështu ban shpirti, kështu ban njeriu pas vdekjes, kjo i ndodh njeriu pas vdekjes. Këto mbesin, domethënë informata ekskluzive që i mësojmë vetëm nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë diva keq, më thonë se çat herë ndodhi ajo vdekje po një kasapit, Allah e mëshiroft. Amin. U po do vetë çështu të u shpreh, jo kena me knu bashk atje, jo që si sende, më thonën ti është tragikomedi, kur e sheh një njeri i rritur, i pjekun, domethënë të keshët pse folç ashtu si fëmijë. Në anën tjetër të kahet qysh një njeri çaq i rritur edhe domethënë i pjekun, qysh nuk i ka kuptuar këto sende, i rritur domethënë midis xhamive, i rritur domethënë mes hoxhallarëve dhe në fund nuk i kuptonin këto xhana. Sikur të kishte qenë dikush prej ndonjë feje tjetër, ne nuk i përzihemi secili le të beson çysh e ka besimin e tij. Por me thonë një kohësisht edhe musliman, edhe me thonë këso lloj informata, ai tani na sheh, ai tani na kontrollon, ai gëzohet, ai dëshpërohet. Jo, e kam përmend aty edhe në shkrim, ndoshta ndonjëherë njeriu duke mos disiplinu veten me fjalë, sikur që kanë qenë mistikët, domethënë se ata domethënë është te sufite kanë fjalën, jo të sufit ekstrem të cilët të kanë edhe devijime më serioze, po në fillim kur kanë thënë fjalë pak më shpirtërore, kanë ndeshur të na lidhin pak më shumë me ndjenja, qoftë ndaj namazit, qoftë ndaj vdekjes, qoftë ndaj gjunaheve, në përgjithësi kanë folë do fjalë, po përsëri e them, jo të disiplinuar aq mirë me Kur'an e me Sunet. I kanë gra pak si shumë. Për shembull tash i kanë ndodhur në diçka sunullat edhe unë i tham, po ti a ki qef me të pa nana çashtu? Ti thu jo.
Mirë, po unë nuk po them se nana e cila të ka ndroj jetë, ato të pa. A mund veç po them, ti a ki qef çashtu me të pa? Ti nuk kupton, okay, jo, s'kam qef me më pa çashtu. E ti tash katër ka dal, pastaj ti fëmijës tan ja thu, unë kur të shkoj s'du me të pa ti keq. Edhe kjo shkon me gjenerat, zhvillohet e pastaj kur ta shohësh mes shumë viteve del një Omer dhe thot kjo s'është në Koran e Sunet, dikush thot çka u bën tash ki, pse po na ndron na motje kina pas. Që nona na sheneve. Po. Edhe kjo është domethënë unë mendoj tash nuk e quaj ndonjë devijim të madh, po është keq informim për fejen tonë, e cila është me të vërtetë e bazuar në drejtësi, në të vërteta, në mëshirë. Edhe elhamdulillah, mundësit për me fol mirë për të vdekurin, edhe për me shpresu takimin me ta janë të shumta dhe janë të qarta në fejen tonë. Çfarë do të më thon? I vdekuri çfarë dobi e mundet me prit për neve të gjallëve? Është lutja dhe sadakaja, apo? Po. Edhe u kriju sadakaja, veprat e mira për ta përgjithësi, po. Domethënë, a do minimum të vdekurit, je mërzit shumë, je shoku, ka vdek i ri, s'ka nevojë poezia më shkujt. Merr avdes, ti hoç ma konfirmon, se unë nuk jam hoç, unë flas ti veç ma konfirmon, po jo. Merr avdes e thu, jo Allah më shëroje këtë rivin. Po. Ma shumë ka dobi vdekuri për qësë. Kjo është kur don me ndihmu ti ati, po shpesh herë ne kemi nevojë për ndihmë. Domethënë kur ndahet një dashur prej nesh, ne shpresojmë që ai të jetë në situata shumë më të mira, në shoqëri të melekëve, në jetën e berzahut, jetën e varrit, të cilën e bën shumë më mirë, po ne ndonjëherë jemi aq të pafuqishëm, jemi aq të mërzitur e të pikëlluar prej ndarjes prej tij ose prej saj, saqë domethënë na bëhet vështirë. Nuk është problem ti me marrë dhe me i shkrujt letër, në fakt me i shpreh ndjenjat e tua. Absolutisht. Mirë, po jo me besimin se ai tani do ta lexon këtë letër dhe do të më koncert kena me vonë xhenet. Ajo nuk ndodh. Mirë, po unë me ndihmu vetës, i ndihmoj shpesh herë duke punu për te. Nëse unë për shembull 10 fukarave i ndihmoj në emën të babës tim, unë ndjej një farë shlirimi në shpirtin tim. Nëse unë shkruaj një letër dashurie për babën, për nanën tim, atëherë sigurisht kam ndjenë një farë lehtësie. Mirë, po unë nuk them se ai tani e ka lexuar poezinë dhe shumë ishte i kënaqur me poezisë. Këto pallavra nuk banë me rrejt veten, as do një fëmijë nuk banë me rrejt. Neve na kundërshtojnë shpesh edhe tash për këto festat e fundvitit ku ne i themi fëmijëve me shumë gjaktësi, jo, ajo është rrejt, nuk është e vërtetë. Nuk vjen kërkosh as me kaprolla, as me korxhon. Do të thonë nuk dikush thot po fëmijën le të gëzohet. Jo, në fen ton nuk gëzohet me rrena kërkan. Po i gëzojnë fëmijët bi paguajnë vet paketat, shembull. Domethënë nuk kështu e kena natyra e fesë sonë është kështu. Po. Nuk them se domethënë dikush mos ta gëzon, jo, le të gëzohen, por prej vlerave të fesë sonë është me u gëzuar me gjëra të vërteta. Nëse dikush e beson se është vërtet, le ta beson, është puna e tij, nuk i përzimi askujt, ne kemi parimin fejt të Allahut, siç e kemi mësuar, te surja mjaft e shkurtë lekum din, nuk më vjen din. Ju e keni fen tuaj, ne e kemi fen ton. Mirë, po, edhe shumë pe atyre që e bojnë edhe pe feve tjera nuk e besojnë. Qëllimi është me i gëzu fëmijët. Kurse këtu ndahemi ne, themi, po, edhe ne jemi për t'i gëzu fëmijët, por me gjërat vërteta. Hoç kur jemi te kjo temë se ke cej këti ati, po tash më kujtu, shpesh thojnë kur vdes dhe një i ri, e mori Zoti pran veti, sepse ka qenë shumë i mirë, e Zoti të mirë ti merr me veti. Kjo nuk ka lidhje duket. Edhe kjo është ajo forma për me ngushëllu tjetrin, por jo. Do thonë ka dikush 80 vjeçar u koni mirë 80 vet, edhe ka shkuar te Zoti. Po. M'fal që më ndërprej. Kjo a dikur Murhof, m'fal që më ndërprej. Kur pa dej këngëtori Maqedon Toshe Proevski, gazetar, sen, koleg, këtë ishin atëre, e mor Zoti se u kon çat që i mirë, si u kon e mor Zoti, edhe mos nejnë to. E mas e u zhvillu kjo në për, edhe kur vdicin mëse edhe musliman, shqiptar të ri, delshin do filozofat të mirë. E mor Zoti pse u kon i mirë. Secili shpirt e ka afatin e vet, do të thonë të caktum kur ka lind edhe kur ka me vdek. Ajo as nuk vjen përpara, as nuk vjen mbrapa. Nëse je boj i mirë në çato minuta, në çato frymëre që ti ka mundsuar Zoti, lumi ti, nëse nuk je boj i mirë, a shkon në moshën 18, 88, do të thonë kjo nuk e ndryshon. Ai që shkon në moshën më të vjetër, ai ka punë pak më rand, nëse ka shku keq,
Se është një hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i ka dal hakësh atij që i ka dhënë jetë 60 ose 70 vjeç. Domethënë ki pas mundësi krejt asenet me i pa edhe me i ba. Edhe nëse me 60 e 70 nuk e ke kuptu ka cila anë me usill, me u drejtu, me rënseshde, thonë nuk mund është me thonë Zotit o Zot veç edhe pak të më kishe lanë e kisha kuptu të vërtetën. Një i ri që Zoti e merr më herët, përsëri nuk vlen ajo se jo e ka dash Zoti më shumë me kështu, se nuk e dim na sa e ka dash Zoti. Dikan na e dim se Zoti i do robët e vet krejt. Edhe për çata na ka thënë pejgamber dhe na ka thënë libra, me na ndihmu për me kuptu të vërtetën, se janë rruga e xhenetit nuk kuptohet veç me hamendje. Po, ka njëri mundet pa pejgamber dhe pa Kur'an me kuptu që alkoholi është i keq. Vrasja është e keqe, vjedhja është e keqe, fymja është e keqe. Këto i kupton njëri edhe pa Kur'an e pa sunet e pa. Kur'ani suneti veç ka ardhur dhe ka vërtetuar edhe një herë. Kurse do të thonë me kuptuar çish fitohet xheneti, çka është namazi. Del tipi zbulon të lifar meditimit, të lifar kësi, të lifar. Këto, pse se ai është mundu pa shpallje me i kuptu rrugën e parajsës xhenetit. E ti, Allah të ka uzu në besimin ndaj Allahut e pejgamberëve e librave e kështu me radhë, atëherë duhesh të jesh rahat për që këtë mundësi që të ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Pra, ideja është këto më kujtohet edhe një rast prej sahabeve, kanë qenë dy vëllezër ose dy shokë të afërt, tash ka mundësi edhe këtë informat pjesën a kanë qenë vëllezër ose dy shokë shumë të afër, ka mundësi e kam harru, po më kujtu tash që më pyete. Kanë ardhur bashk, kanë Medinë prej Mekës, kanë bë hijret bashk, janë treguar, domethënë gati në shumë pikë shumë të njëjtë. S'paku prej nga jashtë, sa i kanë pa të tjerët. Edhe një herë vdes njani, pas një vit ose 2 vite vdes tjetri. Edhe sahabët diskutojnë se kush ishte më i mirë prej tyre. Ai që vdes më parë në ai bie shahid. Ki dyti vdes vdekje normale. Edhe kush ishte më i mirë, edhe vjen përgjigje profetike sallallahu alaihi wasallam, thot ky ka fal më shumë namaz. Anisa i ka ro shahid, ky ka fal më shumë namaz, ka bo vepra më shumë të mira, ka pas mundësi më shumë. Edhe me pas jetë gat, edhe më koni mirë, është shumë mirë. Ka xhiru një vetë më shumë se ti. Po, gjitha se ki tjetri. Po. E rëndësishme është me qenë i mirë. E pastaj sa vjet Allahu t'i jep, më thonë është gjithmonë hadithi është vull i çdo muhabetit, andaj edhe ky hadith është vull i kësaj thënie se Allah i merr të mirët më herët. Po, jo, sidomos kur kuptimi është shumë i qartë i hadithit, se fundja si xhallar i japim drejt vetes me interpretu ajetin edhe hadithin që e lexojmë. Pastaj ti ndohesh ta bëhesh peng i interpretimit tim. A mund ndonjëherë s'ki nevojë për interpretimin tim fare. S'është hadithi ose ajeti është çaq i qartë, saqë hoxha veç edhe një herë ta përkthen edhe ta ose vetë lexon libër. Po, ama ka tema që me të vërtetë është interpretim. Nuk ban unë me i gra sakicës çash fort ndonjëherë më thonë, "Ej, unë ta lexova pi Kuranit." Okej, unë lexova pi Kuranit, po pastaj kur e përktheva, unë ta thash kuptimin që e mora unë. Kjo nuk është Kuran, kjo kuptimi jam pi Kuranit. E këtu duhet më kon më të kujdesshëm se dikush e nis zbukurimin me Kur'an e me Sunet, mirë po pastaj del domethënë mendimet veta dhe çudit. Hoxh nëna aktive dhe unë edhe ti, pak a shumë, unë më shumë se ti kuptohet në rrjetet sociale. Po ndodhin vdekje të shumta, sidomos tash kohëve të fundit s'po ndodhet të ri shumë. Edhe po ndodh dikush dhe një familjar i ti e informon ka vdek filan fisteku, edhe në komente elhamdulillah është një plus kjo 600-700 komente, 800, 1000. Tu shpreh ngushëllime. Shumica e shkruajnë vetëm ngushëllime. Tash dikush mundet edhe me na çesh, me çka u mirën këto, po jo, është me rëndësi. Se unë mendoj për të vdekurin, për dobit që të fitoje i vdekurin. E dikush thot Allah e mëshiroft. E shpesh shoh ku shumica shkruajnë ngushëllime. Në vend që të shkruhet një lutje, apo jo? Çfarë këshilli kishe dhënë në kësaj rasti?
Po ti sikur e përmendë, do më thonë ti të intereson dobia për të vdekurin. Po. Ngushëllimi është fjalë për të gjallin. Po. Se ty të ngushëllohet, ti merre vazhdo jetën. Të ka ndodhur Ngushëllohu. fatkeqësia, ngushëllohu vazhdo jetën se kjo jetë është me dhimbje. Mirë, po si besimtar, edhe në këtë rast ti jetu shkru se jetu shkru. Atëherë bane- E shkrumi është vepër apo jo? Po, sigurisht. Lutja është. Shkon Sigurisht. lutja. Ndonjëherë unë e baj vetë se ndonjëherë me të vërtet po të vjen keq, as shumë ka raste, vallahi do të thonë edhe nuk e shoh, po e tham me gojë se është Po. më shpejt se sa me shkrujt, Po. e tham Allahu e mëshiroft që këtë person, edhe veç e çoj tutje, Po. unë e kryta obligimin tem. Po. E desha të them, ti jetu shkru si jetu shkruj për të vdekurin sa është më i nevojë tash për gjithë neve, domethënë më i nevojshmi për duat e tona, për lutjet tona. Nuk po them se me shkrujt ngushëllime është gabim, mirë po me u ndal vetëm te halli i të gjallit e me harru të vdekurin është e keqe. Por ndoshta dikush që ka dyshime për botën e përtejme, ai i duket si muhabet kohët e qishun e me u lut tash, ai me pas një shtëpi më të mirë, me pas një vendbanim më të mirë, me pas një shoqëri më të mirë. Mirë po ne atë lusim. Ai dahet prej neve me u bashku me më të mirë, me laqet. I është në shoqërinë tonë, me halle me probleme, tash është në shoqërinë e me laqeve inshallah. Edhe për atë lutemi, Allah t'ja mundsoj këtë. A kurse veç ngushëllime ty ta lehtësov Zoti, do të thonë kjo është diçka tjetër, edhe është shumë shkurt pamësi. Andaj këshill nga hoxha është kur të shihni në Facebook se dikush ka shpall informat, ka informu se ka vdek filoni ose fisteki, shkruani aty në koment, Allahu e mëshiroft, Allahu e mëshiroft. Jo veç ngushëllime. Vazhdoj me postimin e radhës hoxhin dhe rum i 4 me radhë, ku e keni postu ju, shkruan kështu. E pyetën Imam Shafiun, a grindet njeriu me prindërit e tij? Tha jo, madje as me këpucët e tyre. Një këshill që të godet në zemër, nderi ndaj prindërve është prej adhurimeve më të mëdha. Kush e ruan zemrën nga fjalët e ashpra kundër tyre, Zoti ja hap dyert e bereqetit. Ah, prindërit tanë. Kjo është me të vërtetë që kam thonë aty se godet në zemër, se shpesh herë marrim pyetje, po edhe ne jemi fëmijë të dikujt edhe e sheh veten, thu mirë, nuk jam shumë i keq, dy ndoshta ka dhe fëmijë më të mirë, po nuk jam shumë i keq. Kur ta lexosh fjalën e Imam Shafiut rahimahullah, se thot as me këpucët e ty në s'ki drejt, normal, kjo është metaforë prej tij, duke dashur me na tregu se atë pozitën e lartë që e kanë prindërit përballë nesh. Kjo ka thënë se ti përpara tyre duhesh me qenë me të vërtet dikush s'pëdi qysh me shprej, se dikush njerëzit sot po ndihen shumë shpejt në çmum. Mirë po, valla be as i meqë mos u ni, as i aft, as i shkollum, as i devotshëm. Kur gjobe mos e ni veten para prindit i, se kur gjo i je. Edhe shkurt që kaç. Ai ty të drejtohet me një fjalë, heqbe mos mendo se je më argumentues se ai, se je më i logjikshëm se ai. Nuk ke nevojë ti me mënyrë të grindjes. Yarhamukallah. Me metodën e ngrindjes nuk ke të drejtë me nxjerr veten në të drejtë. Kjo s'do me thonë që s'ban me diskutua. Mirë është me ngjall debatin edhe diskutimin edhe me prindër, por diskutimi duhet me qenë domethënë në nivelin shumë më të lartë se sa që e kemi për shembull ndaj hoxhallarëve edhe ndaj të tjerëve, sepse domethënë prindi është shkak që ti ekziston. Është punë shumë e madhe. Sikur që jemi falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe që ka përmend Allahu në Kur'an, mos Allahut më njëherë ka thënë dhe të jeni bamirës me prindërit. Unë këtu them ndaj Allahut mos me bë kurrë shirk, sepse ai është shkaku që ne ekzistojmë, i pari dhe i fundit. Kurse shkaku i dytë që ne ekzistojmë janë prindërit. Përçanda Allahu ala nuk e di se kam lexuar tefsir, po ndoshta ai është shkaku pse Allah i ka rendit prindrit si të dytë që ne duhet jemi bamirës ndaj tyre. Edhe fjala e Imam Shafiut na tregon se ky Islam nuk është thjesht na domethënën me bë do veprime edhe mi tregu njerëzve kufit e kuq, halal, haram, bidat, kufër, shirk, por domethënë nëse je unë edhe
në hutbe e thash, javën e kaluar te Hoxha Bedriu, çështja e prindërve, bamirësia ndaj prindërve, mirësjellja ndaj prindërve është edhe një tregues shumë i madh sa jetin Kur'an e Sunet, sa jetë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse këtu i kemi lidhje të shkëputura, e të grindura, kështu më radh, ne nuk jemi në rrugë që duhet atëherë. Shumë e vërtet. Po. Allah na rujt, e na boft. Amin. Postimi i radhës është kjo temë e ime se mirë na shumë me këtë temë. Ku keni postuar dhe keni thonë kështu në Facebook. Në Kosovë ka një dikuri kohët e fundit. Nëpër studio shfaqen ca njerëz të moshuar që duken të humbur në identitet dhe flasin për vlera fetare e kombëtare. Ndërrojnë fe e emra, shpallin fushata të egra e të ulta. Për mendimin tim, ata kanë krize personale e sociale, e me siguri edhe shëndetësore. Sekondemi, ndoshta edhe psiqike. Këshilla ime për fëmijët dhe familjarët e tyre, trajtojni mirë ata nëpër shtëpi që të mos shkretojnë nëpër studio. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk është prej nesh ai që nuk i nderon pleqt e as ai që nuk i mëshiron të vegjëlit. Këshilla ime për ca media, mos u tallni me ta duke i bërë të mendojnë se po i merrni seriozisht dhe kinë se po respektoni mendimin e tyre revolucionar dhe trimoror. Ndërkohë që synimin e keni te klikimet dhe zhurma përçarëse. Do të plakni edhe ju një ditë. Shumë analizë me vend. Kjo është me të vërtetë situatë që të më thënë dhimët ku kam rri situatë. Unë sinqerisht e mendoj, nuk kam desh me u tallë. Po. Se mundet me tinglu pak edhe si talje. Mirë po, vërtet jam mundu ndonjëherë me i dëgjue kur dalin. Edhe pres mos vall, i ka hi librave tash në pleshni, edhe del me një ide filozofike, historike, edhe ka zbulu se na ku kemi qalu në histori edhe ka shku e ka gjetë vegzën tash, edhe kam rrinë dikon, kur gjonë, janë do më thonën referenet kota, që s'kan as lidhje logjike, as do më thonë shkencore, as fetare, as kombëtare, mirë po, zhurma po bëhet shumë e madhe. Edhe këtu një fajt madhe kanë mediat të cilët nuk përzgjedhin se çka të postojnë, me rëndësi është a mësjell mu diçka. Se unë kam një lajm për një profesorit shqiptar, domethënë çu që kanë mediat një rregull, lajmi i keq është më i miri. Po, da. Sepse ai sjell domethënë shikueshmëri edhe kështu. E tash këtu nuk është ndonjë lajm i keq, nuk mirë po i keq në përmbajtje sepse po ngjall debat të kot, prishet, si më thon, harmonia mes njerëzve, për çka? Për kurrë heq. Se kur ta shohë se dikush për shembull ka mri me një, mas një punimi të shkencor, ka mri dikun, atëherë ai duhet me ngjall si debat. S'do më thonë që pajtohemi me ta. Mirë po edhe nuk e nënçmojmë. Se ai thot që çështo shqiptar duhet me u kthi fes, filan fes ose alan fes. Pse? Ai ka përmend për shembull në librin e tij kështu. Atëherë ne merremi me librin e tij, me përmbajtjen që ai ka thonë, a është kështu ose s'është kështu. Po del tipi ose tipka, edhe domethënë nuk ka lidhje as me logjik, as me histori, as me kurrë, edhe thot unë mendoj se ne duhet ta bëjmë këtë se atë. E unë pejdhemshurisë që e kam edhe si hoç, kam mendu edhe për ata, tham këto veç janë pleq e plaka që nuk i përfill askush në shtëpi. Vërtet. Nuk i respekton, nuk ka një nip për një mes me qaf e me lujt me ta, edhe çka ban thot një fjalë, tran ajo tastatura e telefonit po shkruan gjithçka, nuk thot gabim e ki. Çka ti thuaj ti, ajo shkruan e poston, mediat me një si rrjet, domethënë të peshqve të kapin, edhe pastaj hajde në studio kemi thonë që këtë mendim se shumë mendim interesant. Ai nuk është mendim interesant, po mendim veç, si më thonë, me bo potere. Kjo është situatë e dhimbshme, domethënë sidomos për në Kosovë. Ka ra shumë si. A janë bo media ma shumë se sa duhet në proporcion me popullatën, atë çka është situata nuk e di, vetëm se është serioze me i nënçmu pleq deri në atë shkallë. Plakin respektoje edhe krejt, mirë po domethënë fjalët, analiza, sidomos një plak që
nuk ka kurfar bagazhi shkencor. Edhe nuk edhe nëse ka bagazh shkencor, pa dhe flet pastaj, si më thon, si jerëm, nuk duhet mi marr. Ani se ka kry kush e diçka, ashtu fol për momentin pa shkencë. Ama unë jam shkencëtar. Po ti pse je shkencëtar ti të fol pa shkencë për momentin. Tash unë pse jam hoxh, çka tham nuk është këtë hoxhallok. Jemi të bëu mohabet tash këtu. Nuk jam në hudbe. Edhe tash nuk është këtë hoxhallok. Jam të fol si bab, jam të fol si qytetar, jam të fol si gurbeçar, jam të fol si shkupian, domethënë krejt këto janë një përmbledhje, kam drejtën teme me fol, po edhe një dëgjues, një shikues i joti ka drejt me thon, jo, çiket si marr. S'është më shoh hoxhallokin. Hiç kurrë, nuk ndina as pak ashtu. E tash ti më morr një plak veç as plak ta respektoj çfarë ta çoj në studio, nuk merret. Të e pa që ashtu sharu, ashtu Po. i thot dreç, që më e frikë një plak e lëvizjes decionit, tha këto dreçër për neve muslimanë, kupton. Ai tjetri fin, ai tjetri ajo ilirida, ajo plaka. Fjalë më të fyse edhe këtë në televizionin nacionale të Kosovës, kupton. Mirë po ative studiove emisione nuk po interesojnë, dojnë klikime, dojnë famë, ani. Kam u kthi. Kur tha e juve, kam u kthi. Po, se çysh e kom Po, shkruajtur në popullari fund. islami. E kom shkruajtur në fund, se një ditë ata kanë më u plak. Po, E tutna që kanë më bë objekt tallës për gjithë, mos ai na kam ardhur keq, ndoshta i kujtohet, më u pendu, po mos jetë vonë. kur jena të kjo temë, frikështesh ndodhi një ngjarje, e doshta ta ndoj me shikus, një plak se shtesh po kanë në telefon edhe pleqt. Pak vonë, po kanë nis me hin Facebook, TikTok, sen edhe kanë nis edhe disa kanë përparuar, kanë zhvilluar dhe komente me shkruaj. Po flas për pleqt plus 70 jam të thonë. Bukfalisht plus 70. Njëri që si plus 70, mos të përmeni cili qytet. Çdo video fyri trono. Video hoxhallore. Që postoni ju. Po, të audio nuri. Çdo video. Edhe fyret pi më të këshijave, më të ronave, që nuk i bën as një djalë i ri auto. Fyri. Më këshillonin banë blok, thësha jo, ne ta shohin çfarë njerëz kena, apo kupton. Ku është ekstremizmi, ku është radikalizmi, ne ta shohin. Se ish profil original, nuk ish rrenjsh. Fy, në ditë tash e mura profilin e tij, e mura foton e tij dhe e postova në audio nur, thash, a ka familjar me ki person, merjani, thash telefonin, thash se ju boni hor juve. Edhe u bon virale ajo foto, ja. Më shkruan vajza aty i plakut. Aha. Selam aleikum shkruan. T'lutem largoja thot foton, se na mori ftyrën thot. T'lutem për hir të Allahut, bash muslimane. T'lutem kështu, kena ron hall me babën, e kupton. Edhe hej, tash më ban halal motor, nuk e dija. Ishin gurbeçar edhe ato. O më tash ta më thon çka të bëm. Si do qoftë, hajde inshallah. Kena mi të kalu edhe këto. Shkojmë me postimin e radhës, edhe kjo është një temë tepër serioze dhe interesante, që duhet të diskutohet. Apo luftohet radikalizmi me njerëzit e gabuar. Keni shkruar kështu, radikalizmi islamist është bërë një nga temat më të përfolura në Austri dhe më gjerë. Dhe me të drejtë, askush nuk dëshiron që feja islame të keq përdoret për dhunë, për çarje ose urrëtie mes njerëzve. Por fatkeqësisht mënyra se si trajtohet kjo temë po sjell një problem tjetër. Në vend që të ndihmohet komuniteti musliman, ai po keq interpretohet dhe po përfaqësohet në mënyrë të gabuar. Shumë nga ata që flasin publikisht në emër të muslimanëve për luftën kundër radikalizmit thojza, nuk janë të përgatitur për këtë detyrë. Ata nuk kanë dije të thellë fetare, nuk e njohin gjuhën arabe dhe shpesh e shfrytëzojnë këtë temë për qëllime personale. Pika e parë, nuk e njohin islamin si duhet. Shumica e atyre që dalin nëpër media ose japin intervista për radikalizmin nuk e kanë studiuar islamin në mënyrë të thellë. Ata nuk e kuptojnë thelbin e fesë, nuk janë lidhur me dietar klasik dhe nuk janë pjesë e jetës fetare në komunitet. Dhe kjo sjell që të flasin më shumë për çfarë dëshiron të dëgjon shteti, jo për çfarë ka nevojë të dëgjojë komuniteti. Pika e dytë, nuk e din arabishtën dhe kjo ka rëndësi. Feja islame buron nga Kurani dhe Suneti, që janë në gjuhën arabe. Kush nuk e di këtë gjuhë varet vetëm nga përkthime të përkthimeve dhe komentet e të tjerëve, shpesh jashtë kontekstit islam. Kështu ndodh që çështjet të ndjeshme interpretohen gabim thjesht për të bërë
për të bërë përshtypje tek publiku laik. Pika e tretë, e përdorin temën për interes personal. Për disa radikalizmi është bërë shans për karrierë, projekte, pare, media, pozita. Në vend që të ndihmojnë në edukimin e të rinjve dhe në ruajtjen e harmonisë në shoqëri, ata shfrytëzojnë frikën dhe panikun për të ndërtuar emrin e tyre. Dhe kur dikush thot diçka ndryshe, rrezikon të etikohet si i dyshimt ose radikal. Pika e katërt, përpiqen të paraqiten si musliman të mirë në thojza e të tjerët i përjashtojnë. Në vend që të ketë vend për mendime të ndryshme brenda islamit, që është normal dhe i shëndetshëm, disa duan që vetëm një mendim i vetëm i tyre të pranohet si islam i sigurt në thojza, kështu krijojnë ndarje ose je me ne ose je problematik. Dhe kjo mënyrë e të menduarit nuk ndihmon, përkundrazi bën keq. Përfundim, radikalizmi nuk luftohet me sjellje ekskluziviste, por me drejtësi. Nëse duam ta luftojmë vërtet radikalizmin, duhet të bëjmë me njerëz të ditur, të sinqertë dhe të përkushtuar, jo me llaskoc që përdorin fenë për qëllime personale. Muslimanët kanë mjaft figura kompetente që mund të ndihmojnë në këtë drejtim, por ato shpesh anashkalohen. Në fund, trajtimi i radikalizmit nuk mund të bëhet me logjik, përfitimi dhe përjashtimi. Ai kërkon drejtësi, dije të thellë dhe përfaqësim të ndershëm. Vetëm kështu ruajmë bashkëtesën dhe e mbrojmë të ardhmen e shëndetshme të gjithë njerëzve në shoqëri. Holç një temë tepër interesante, ku i keni cek disa pika shumë të qelluara për mua. Me këtë status e kam përmendur si shembull Austrinë, edhe normalisht nuk përkufizohet vetëm me Austrinë, kjo sigurisht shkon edhe më gjanë në gjithë Evropën edhe në trevat shqiptare sigurisht, përfshin, po edhe nëpër botë, pse jo. Fatkeqësisht radikalizmi islamist, se islamik nuk i them, se islamik është mirëfillt islam. Edhe radikalizm edhe islamik s'mund me shku, po islamist me demek thirrët si islamist e ka bë islamin si parti, atëherë mundet edhe radikalizm me pas. E fatkeqësisht radikalizm islamist ekziston, edhe ajo sa keq i ban islamit edhe muslimanëve kjo lëvizje jo e strukturume, po kështu paushall, e cila do të thonë ka bo se cilën kokë në vete, me bo çka të donë, se rregulli i tyre është me prish rregull. Ku ka rregull veç prish. Edhe prandaj s'ka nevojë me pas strukturë, edhe unë nuk besoj se në shumicën e rasteve ka struktura. Unë po flas gjithmonë, domethënë për radikalizmin islamist në përgjithësi, jo ata të cilët merren domethënë me aksione konkrete. Ata domethënë është edhe në nivel edhe më i keq. Por, domethënë, këta shëmtojnë gjithçka që është islame e bukur. Qoftë raportet nëpër familje, njeri me atë shkollajllëk e gjuan babën në xhehenem, me atë shkollajllëk e fyn të tjetrin, i çon domethënë nëpër dalalet, domethënë në humbje, në devijim, mos bashkëpunim me të tjerë, fyrjen e hoxhallarëve të cilët sipas një hoxhës të këtij ndoshta domethënë e ka gabim, po është veç gabim. Edhe na nuk kemi me laçe në këtë dunjë. Nëse unë gaboj, domethënë është gabim i imi. Ti edhe me mendu që e kam gabim, e ki përbërsh sjelljen ndaj meje, edhe unë ashtu ndaj teje. Çto farë kompromise nuk munden këta njerëz me i pajtue. Nuk e shohin të logjikshme, nëse unë mendoj se ti je të bën një të keqe, çish muj me të respektu. Po mbetet njerëzillëk, mbetet imani, mbetet funit mbetesh njeri. Radikalizmi më shumë ti normal që i ka bë dëm muslimanëve, këtë kanë bindje se sa jo muslimanëve. Na kundërshtojmë çdo dëmtim edhe dëm ndaj të tjerëve, edhe mos qofshin musliman. Në këtë botë ku synohet paqja, muslimanët duhen me qenë pionerë, sikur që kanë qenë prej fillimit që kanë dashur me bë paqe në dunjë. Edhe kur ka paqe, atëherë edhe mundësia për ta shfaqti fen tënde, davetin tënd, sjelljen tënde është më e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u gëzoi shumë në marrëveshjen e Hudejbijës kur arriti marrëveshje 10 vjeçare,
Edhe pse u desh me u kthi te prap, mos me bë umrën, sa u nis me bë umrën. Ata i thanë, jo, s'keni me hin si vjet. Kena me bëni marrëveshje, mbas asaj na mos e morëm mirë me vesh edhe numre kur keni me ardh. Kjo kem 6 vjet mas ju mërzitën se patën pa qabën. Edhe marrëveshja u bë çka? Pika e parë keni më kthi si vjet te mas. Në Medinë. Pika keni ardh te mas. Unë tash po e them pak më shqip, di. O, çish, na pse keni më kthi te mas. Marrëveshja, pika, njëna pika, ose pika e parë. Pika tjetër, domethënë kena marrëveshje, domethënë 10 vjeçare paqe. Korejshët edhe Medinëlit s'ka luftë 10 vjeç. Kjo ishte gëzimi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo ishte synimi. Nëse ka paqe, atëherë punë kanë me heste para. Prandaj, nëse dikujt i konvenon mos me pas paqe, mundet me qenë gjithkusht tjetër, veç musliman jo. Muslimanëve mas pakt ju konvenon paqe. Ajo lufta, ose mos paqe. Me paqe ne kemi mundësi me shfaq moralin ton, sjelljen ton, edhe davetin, edhe pastaj me kallëzua, domethënë si më thon, me shfaq produktin ton, kush do ne përqafon, kush do ne merr, kush do ne lën. Është secilit zgjedhja e vet. Unë kur e flas për radikalizmin, e kam për qëllim atë jetën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, çish ai ka luftuar ndaj këtyre lloj njerëzve. Secili që e ka tepruar, të e dini rastin, domethënë ai cili ka thonën, "Ej, po pejgamberi jon s'në bombë me na me ta kur." Shumë është i mirë pejgamberi jon. Këshira janë nisme të mira. S'në matme shumë është i pa arritshëm është kjo. Çka me bë? Na ina kur kush hiçi. Thot unë thot kam agjeru, sa të jam gjallë, veç kam agjeru. Qete thot unë veç kam u fal. Qete thot unë smartona kur. Hiç veç me boj ibadet, më bë. Barëm pak më afruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Et nesër Resulullah çka thot? Kush është ai që ka thonë kështu? Unë jam edhe më i devotshëm, por unë edhe ha, edhe agjeroj. Unë edhe flej, edhe falna, edhe unë martona. Kush largohet pi sunetit tem, ai nuk është prej meje. Nuk është në rrugën time. Edhe kjo formë e punës duhet edhe sot me u zbatue. Me u sqaru njeriu me fjalë, me vepra prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se tema mund të më bëj shumë e gjatë nëse ndalemi tash në çdo pikë që e kam përmend aty, po du shumë shkurt me Irak kësaj pike se na me një podcast inshallah, veç për çkëtej. Po ti fol kjo sa punë duhet me u trajtue me dituri. Edhe jo, unë aty kam përmend një pjesë ku thot dikush kujton që radikalizmi luftohet veç nëse tham çka do shteti me dëgju. Çka problem? Po shteti Shteti do sabojnë me forti. Jo, nuk është fjala aty, është fjala se shteti don me luftu radikalizmin, po shteti shpeshherë edhe nuk e din çka është radikalizmi. Po. Aty tash veç t'ja bash qefin. Morë shteti ashtu dash me luftu radikalizmin, jo me apo qefin. Ti del shumë i pa drejtë dhe del shumë rënavec. Shteti ti thu, po, unë jam të luftu. Qysh? Kum shku sot të një xhami dhe i kum sha kejt me kroshat. S'është luftë kjo. Po kush ta se me kroshat janë radikalista njerë? Me çka argumenton ti këtë? Del tipi e ban një video ose një diçka thot, ka dhe njerëz që thojnë muzika është haram. Ha, kesh. Ata janë radikalista. Edhe ky kujton se çështo e ka luftu radikalizmin. Na e tim, okay, çështja e muzikës është mesele debative mes dietarëve, nëse ti ke mendimin ndryshe, del edhe thuje. Mirë, po mos e quaj atë të mendimit tjetër radikalist, veç se ka mendim ndryshe, se është mendim që ekziston nga dietarët. Ti nuk pajtohesh, okay, shpjegoj mendimin ton, por mos këshir me damkos dikan vetëm me pamje. Si të ka mjekër, si mos të ngon muzikë, si mos ta bën çeket, si ta bën çeket, ky është radikalist. Ky definicion nuk ekziston kërkon. Në libra shkencor nuk ekziston kërkon. Kjo është e disa njerëz të cilët po flas në Austri, po edhe në Evropë, ata marrin guximin, unë ju kallëzoj juve çka radikalizmi. Edhe njëri s'pjevaj këtë spit me xhamat. Kjo radikalizëm. Çish, prej ku e nxerrë këtë? Ku shkruan kjo?
Po jo, pa ai s'm gon mu, po na dervishizmin, domethënë nuk e kena fe. Ata thonë njëri ban huj, këtë qet mas ati bojnë pastaj çish bën ai. Na domethënë liberalizmi në ose çish më e quajt. Liria në mendime që është në islam dhe që ka qenë në islam nuk ka qenë në asnjë kulturë ndoshta. S'po me diturinë time unë çka po foli. Shpesh herë dietarët kanë pas mendim të kundërt për një mesele, mirë po kanë respektuar njëri tjetrin. Imam Shafiu gjithashtu e ka thënë një mendim. Unë e mendoj se mendimi jam është i vërtet, por me shumë gjas është edhe i shokit tem i vërtet. Ama unë s'muj më u bind tash veç për çef pse e kam shok. Kjo tash komentim. Qartë. Unë ti duhet respektoj, po unë jam bind që tu. Kjo nuk është pse jam liberal ose jam radikalist. Kjo hiç ka lidhje me këtë temë. Kjo është çështje bindjeje. Kur radikalizmi është diçka tjetër. Ai ka mosdurim ndaj tjetrit. Ai don me luftu tjetrin, ai s'don me e pa tjetrin. Kjo është radikalizmi. Disa prej shenjave se na tash ne trajtojmë krejt. Tu po domethënë këto janë shenja të radikalizmit, jo pse ka mendim ndryshe për diçka. Mendimi ndryshe mbetet mendim ndryshe edhe duhet me mbeti i respektuar. Nisja pit të filozofët, domethënë e Greqisë edhe deri te filozofët modern për një mesele domethënë qoftë edhe hiç as pak fetare, po mesele domethënë që i kanë të filozofisë e sheh se si diskutojnë, debatojnë, asnjëri s'ki drejt me quajt radikalist, pse si ka marrë mendimin më i madh është Aristoteli se sa Kanti. Po Kanti s'ja merr. Nuk ja merr shkurt se e mendon që e ka menduar se situatën më mirë se sa ai. Edhe u kry meselja. E këtu kjo formë më ka penguar shumë se ne e kemi pas si sprov në kohën kur kemi jetu, sidomos mas vitet 2000, domethënë kur radikalizmi mori hof, ku mosdurimi ndaj tjerëve mori hof, ku sulmet musliman ndaj muslimanëve morën hof shumë më të madhe, edhe ne personalisht jam marr aktivisht me këto probleme për t'i kuptuar sa më mirë, edhe për t'i trajtuar edhe për t'i luftuar sa më mirë. Edhe gjatë kohës kur kam qenë domethënë kryeredaktori i revistës Albislam, e kam pas patjetër brenda numrit me pas një temë e cila domethënë duhet me i trajtuar mesatarinë islame. Edhe mos me dalë në radikalizëm, po as edhe me lëshu krejt. Duhet njëri me ditë se ti je musliman, bëhu musliman. Nëse don mos më kon musliman, ne kemi rregulla edhe për aty. Kush është musliman, kush don me besu, le të beson, kush nuk beson, nuk beson. Ama ti je përgjegjës për vendimet e tua, pastaj në ahiret. E vërtet. Po edhe hoxha e nis në ditë postova, si soje kish postu, domethënë ka kush e lufton ekstremizmin islamik. Jo, domethënë gazetarë që pinë gjatë natën, sen ato më na treguan neve analistat e Prishtinës, më na treguan çfarë islami më praktiku. Kena ne hoxhallartë. Se ju faktikisht ju e nxitni radikalizmin faktikisht. Sigurisht, se ata na shani na fyni na se. Çfarë? Ato e bëjnë me fyrje. Po. Me fyrje, domethënë nuk ndihmon kurrë. Unë e tham, mundet gazetari më aqëllue ndonjëherë si dukuri. Me thon këta që bojnë kështu janë radikalista, por ti nuk je i thirrur me qortuar domethënë një dukuri islame. Hoxhallarët janë ata që e bojnë, edhe e bojnë në mënyrë më të mirë, alhamdulillah. Tash Resulullah s'ka pas, pejgambert s'kan pas, domethënë garanci në efektivitetin e fjalës. Absolutisht. Ka fol edhe ka njerëz që si kanë besu. E ne që jemi sot, e sidomos një gazetar, analist që nuk e di as ka cëllon falë njerëzit, shkon i kallzon Islami mesatar. Po kush je ti? Rri. Islami hanefist. Po ku e di ai? Demek ai ka Ebu Hanifën e di mirë ai. Shkoj me postimin e radhës, është aktual kjo. Rima është prodhim i cili shpërndohet në për objekte me investim, mund e harxhim. Rima shitet dhe blihet, por edhe vidhet. Kush e vjedh, fillimisht e dëmton veten duke bërë një haram të qartë, por i dëmton edhe komshit, të cilët shpesh herë e pësojnë shkaku i vjedhjeve. Vjedha mbetet vjedhje dhe fisniku nuk e bën. Shkurt, fisniku nuk e bën vjedhjen. Ai që don me mbet fisnik nuk vjedh. Nuk vjedh. Ai që do me mbet besimtar
nuk vjedh. Me qëllim nuk vjedh. Nëse i ndodh ndonjëherë duhet me ditë rrugën e pendimit, edhe tek Allahu kërkon falje edhe ja kthen personit sendin që e ka vjedh. Unë mendoj se për mendjen Maqedoni është aktual kjo. Po. Edhe unë kur vi këtu e psoj në mahallën ku jam, ku paguaj rrymë sem, shpesh herë vi, sidomos dimrit edhe shtëpia nuk funksionon me rrymë. Edhe me hoxhën e mahallës kur flas, ai thot po vjedhin valla. Ai ke shpjegu se herë kam shpjegu po. Domethën po vjedhin. E kjo është shumë problem. Unë nuk e di pse kjo ndodh. Në Maqedoni, sidomos, a thu, tash që po e bën edhe si s'po të ves, me më dhon patjetër përgjigje, po. A thu është problemi se ende Maqedonin nuk e zojmë si vendin ton, si adheun ton, edhe Po. grahi hajtë se kur po ti, a nuk jetu e po se vetës jetu i po dam. Valla billah. Qysh mundesh me ja lejuar, domethënë vetës si musliman me i thonë unë po vjedhe çto. Unë jam mundu me thjeshtësu me fjalë, është produkt, për diçka, për ata është punu. Është gropu rruga, është lishu kabla, është prunë të shtëpia jote, edhe tash domethënë këtu ka harxhim, këtu ka mund. Tash di kushtot, po ato janë të na vjedh sa. Po, ç'kite kanë si përgjigje? Ato për na vjedhin. Po, mo besimtari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë një fjalë, la takhun min khanak, mos e tradho atë që të tradhon. Masena qysh po i shteti krejt me një thes. Sidomos tash në kohën e demokracisë ku janë privatizuar sendet. Ai e ka ble dikush rrimën, tash sa është i drejt, unë edhe një tjetër e pa tani një status çështu. Shpesh herë mendoj se ata meritojnë shumë, domethënë prej akuzave, fyrjeve që i kanë qytetarët ndaj tyre. Mirë po, domethënë fundja ai është shitës i atij produkti. Po. E jotja është me ble ose me him borxh. Se së ne pagun, i e mborsh të ata, pastaj merr vesh me gjykat. Po. Ha më besimtari nuk vjedh, shkurt nuk vjedh. Edhe unë po mendoj se problemi është se jo, këtu grahe që është mujsh, si duket nuk po e nin vendin e vet si vend të vet. Shumë është e vërtetë. Si misafir na më kon këto. Qerazgji. Po si na çështë në vend ton jena. Po, edhe në vendin ton dush me zhvillu, me rrit. Kjo që i kështë cek, kojshive po bandam, se ai që ka e pakun që për shemë, unë tash mujnë me kalun 14.000 denar mërth. Dhe më thonë, bit 250 euro, 300 euro, apo tonë. Shumë, amo, e vënëra nuk përnon pa pare. E shet, ti ki vjedhe, këti pak ma shumë, këti pak. Faktisht, neva pagujme atyre. Edhe që harame. Nëse edhe që kjo verifikohet, të tërë tutna që kjo ka me ishti edhe ata që paguajnë me undal për pagesës, se thot unë për veti, po e kam shtrejtë edhe për tjertë me pagu, atërë smundëm, edhe kam frikë që ndalin edhe ata që kanë paguar. Gjithësi është haram, hoxha, po kjo. Është haram, është vjedhje, edhe vjedhja, dhe më thonë, është, sidomos kur ta shohesh se këtu, po dëmton edhe të tjerët, i të bo zullum, e zullumi, dhe më thonë, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Zullumi është shumë errësira në ditën e Kiametit. Jo një errësirë, nuk ka thonë e dhulmu dhulme. Po, e dhulmu dhulumat. Dhulumat dhe më thonën shumë si i fjales dhulme dhe më thonën errësira të shumta. Nuk e di çfarë errësira. Ndoshta Zoti është i zemëruar me ty. Ndoshta Allahu dënon me ty, edhe një errësirë tjetër. Ndoshta Allahu nuk ti bie me laqet në shoshni me ty, errësirë tjetër. Edhe errësira tjera Zoti na ruaj për këtyre lloj errësirave të padrejtësisë. Na këtë jemi njerëz, këtë bëjmë harame, po padrejtësia është për harameve më të mëdha. Allah i na ruaj inshallah. Hoxh, e para fundit për këtë temë tham inshallah do ta marrim një special. Mesatarja në fe është rezultati për krahas hyjnore dhe mençurisë njerëzore. Po, është një përmbledhje e bukur, domethënë kam menduar si këshill më e shkurt, kur Zoti aty të përkra, domethënë të ka udhëzu, domethënë edhe ti e mesatar jetu e pa shumë qartas se Zoti është me ty. Domethënë dyqysh se mesataren në fe nuk mundet me gjetë njëri veç se është i mençur. Ka njerëz i njohmi shumë më të mençur, shumë më punëtor, mirë po të rritet dashnia ndaj Zotit të madh kur e sheh se jetë në rrugën mesatare të Islamit. Edhe këtë si veç e kam
përmend vetëm këtë me pas si ndjenjë kur ti jesh në rrugën e mesit, kur ti jesh në rrugën e asaj që edhe Allah në Kur'an ve kedhalika ja'alnakum ummatan wasata, e ka thonë dhe kështu ne ju kemi bën popull mesatar, gjithmonë mesatar. Në çdo temë mesatar jemi si musliman. Atëra veç kënaqur se ti je mes, domethënë, përkrahjes hyjnore edhe logjikës së shëndosh, që Allah ti ka dhënë të dyja këto. E kjo është shumë shumë e bukur. Du me thjesht mesatar është mos më konë ekstrem, As liberal. as liberal, më Liberal, unë e nuk kuptoj se këtu tash mundin definicion dikush me na zon keq, po me liberale kemi fjalën me lënë me ka krejt. Po. Për shembull, hajde që e patëm temë të i vdekuri. Po. Ne domethënë tash a s'duhet me ngushëllu të gjallin, po e ngushëllojmë ne të gjallin. Ama e ngushëllojmë me fjalë të vërteta. Nuk thojmë ngushëlloje, po keq, hiç s'ka gale qysh. Ti apo ngushëllon, ti e bën të mirën. Kjo është ekstremizëm. Po. Mirë mo, edhe me thonë ja be mos ngushëllo, leje se këta këtë rejna. Se tash skimin na shka përzimin botën tjetër. Jo, na përzime me informata që i kemi pe Kuranit, pe Sunetit, i themi edhe mojmë kështu mesatarin. Hëjtë të çështjet e besimit, për shembull kaderi. Besimi jonë para caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ki e njerëz të cilët thonë se na në këtë dunjë s'kena kur gjën dorë. Na marrëm i frim çast se na ka dhënë Allahu, kena me vdek kur na vjen dita me vdek, ne veprojmë, bëjmë halale, harame, të mira, të këqija, shirk, tauhid, këti bëjmë pse Zoti na ka urdhëruar. Na zguzojmë ndryshe me kur gjë. Inil hukmu illa lillah. Veç Zotit i takon udhëheqja. Edhe na, i na rob ati, na lëvizmi si hana dielli. A më thot dielli nesër s'dal me punu. Thot edhe na i na çashtu. Kjo është ekstremizëm. S'është. S'është ashtu, është gabim, është ekstremizëm. Tjerë thojnë, apet te kaderi, thot, jo, me kaderi, na i na të lirë. Allah i se na nalë. Unë tash më dash me çu diçka, Allah i se në më nalë, thot dikush. Unë vetëm të e folë namazin. Vetëm të i bëhën e krejt që to, pa ndihmën, pa përkrahjen e Allahut, Allahu sën përzihet në vendimet e mia fare. Kjo është, domethënë, ana tjetër e ekstremizmit. Edhe kush është çështu, është gabim edhe kjo. Besimtari çka është? Është në mes. Mesatar. Besimtari thot, unë i baj ato që Allahu mi ka mundsu, i mi ka dhënë në lirinë time, por dosende së një baj se Allahu e shoh se s'mi ka leju kur, më vonë e kuptoj. Për shembull, unë tham në kathirë së unë loj në podcast. Po. Edhe unë nisna pej strugës, bam, se në mëri. Tham, Zotja pas ka caktu mësë me mëri. Ama unë nuk rri strugë atje, ku isha misafir prom, edhe me thonën, sënulla, unë ta shoh nesër. Si të mbere Zot? Si të mbje Zotit e ti, unë e pas në caktu me ardhë. Jo, se pas në caktu, jo, kështë s'fol besim të ardhë. E jep mundin, në fond thot, Allah e pas ka caktu qështu. Shumë e qarë kush do me e ditë. Kush do me e ditë. Edhe mere, nëse do njerë folmi për mesetarin, mundesh me unal me pak meditim, se të është pak stresi i kamerave, po me pak meditim mundesh me unal në çdo temë e sheh se ka një mendim shpërfillës, ma mirë po e quaj shpërfillës se sa liberal. Liberal nuk është sa herë keq, po shpërfillës edhe domethënë ekstrem. E mes shpërfilljes edhe ekstremizmit është Islami. Gjithmonë. Hoxhune, për herë të parë, kur e kom dëgjuar këtë fjalë mesataria, akide, u kom viti 2009 në strug një seminare pa të në majtë, edhe u trajtun këto tema, edhe për që atër, elhamdulillah, edhe shumë qartë e kam këtë qështën e akides, mesataria. Elhamdulillah. Aty u trajtun bile edhe disa gjema, dhe më dha havareqt, murgjia, ekstreme, senet që shdu të me kanu, të trajtun edhe, elhamdulillah. Hoxh, si e fundit, librin të cilë e ki publiku tash së fundmi, Mishi Halal. Që e shikus në ndërum, mune me e po. Na trego pak për këtë libër. Po, ky është libri im i parë autorial.
shpresoj të mos mbete i funi tash duke u plak njëri pak duhet me dhon pi vetes më shumë. Mashallah. E Edhe mirë Edhe për nis me ulemat- mish. është studim jem i masterit që e kam bërë në Universitetin e Innsbruckut të Austrisë. Atje kam kry plus në master, domethënë pedagogjinë islame. Edhe në përzgjedhjen e temës kemi pas drejt me zgjedhje tema teologjike. Tema është këtu teologjike dhe kam trajtuar çështjen e mishit halal, sidomos mishi i cili therret nëpër thertorët e Evropës. Qartë. Sigurisht për detajet muj me udhëzu me lexue librin për ata që ju intereson nga aspekti shkencor pak më Keni shumë. në këtë libraritë islame. Po ajo që kam dashur me theksu këtu, kjo vlen për kolegët e mi të dashur hoxhallar, është se përpara se t'i themi një gjanje, një dukurie, një vepre e lejuar ose e ndaluar, duhet ta shohim edhe në kontekstin ku jemi duke jetu. Konkretisht për shembull këtu te mishi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur dikush don me therr një kafshë për juve, thot le ta mprej thikën edhe le ta rehaton kafshën. Me qëllim që ti ketë dhimbjet sa më të vogla. Tash unë me kjo është atash interpretimi im, apo? Qartë. Ama edhe ti kur ta mendosh pse pejgamberi sa ka thonë le ta rehaton kafshën, le ta mprej thikën, pse hajde? Nuk del këtu se s'është as më afër tauhidit kjo. As kjo është më afër si më thon butësisë ndaj kafshës, apo? S'po unë analizoj që kjo duhet më kon qëllimi, me ratu kafshën me mprej thikën, që mos ta lodhsh me malltretu. Po. Tash në kohën moderne, edhe kjo është, më thon ajo, thelbi është metode e trullosjes. Jo me elektroda, jo me forma të ndryshme, që janë disa lloj forma, sidomos te kafshët më të vogla e te pulat, më thonë ka forma të ndryshme të trullosjes. Kjo është sikur anestezionit të njerëzit. Tash është makollaj me hin operaci pa anestezion a me anestezion. Edhe si pyetje që e bajnë veç mund me kesh dikush. Dihet kjo. E tash unë tham se shumë kushi jo që thot e lejuar e ndaluar, po domethënë hiç e ban haram komplet mishin i cili domethënë është nga një kafshë e cila paraprakisht është trullos. Pse? Se sipas atij thot, kjo kafshë më cofi e ti tash po shkon me ai krijen. Sipas gjitha studimeve, asnjë kafshë nuk vdes nga trullosja. Tash këto dush më kon kontekstual pak, jo une po duket e coft kafsha, po edhe na kur na bojnë operacinë anestezion dukemi si të vdekur. Ata punojnë me neve edhe nuk dëgjojmë kurrë. Mirë po me lon një lop disa minuta, pastaj çohet. Nuk shon me e therr, çohet lopa edhe vazhdon jetën. Ka do trullosje më pak moderne, që ndoshta nëse çohet me ndonjë tmet, janë nis shkepar me një kamë ose diçka tjetër. Mirë po kjo a e leton dhimbjen, stresin e kafshës gjatë therrjes? Shkencëtar thonë që po. Tash hoxha Omer ose dikush tjetër mund të më thonë jo mu s'm duket, po ti s'duket, po ti je hoxh. Ti nuk je shkencëtar, po nuk e njeh ti domethënë biologjinë e kafshëve sikur ata që e njohin. E qartë. Edhe ata po thonë që e leton me të madhe bile. E unë me informatat e mia fetare, atëherë unë e tham, e lidhi me informatat e shkencës, edhe them atëherë trullosja tash si Omer po e tham. E qartë. Trullosja jo që është e lejuar edhe ka edhe mishi prej asaj kafshë është halal, por mendoj që edhe është mënyra më e preferuar e therrjes. Kush do me kuptu shkenca që lidhet me hadithin, ç'e shembulli? Ti si Omer, unë si ndjekës edhe unë episodi, se kum kujtu që haram Allah ama. ndëroft. Po më çet, kështu mësojmë fen. Hoxh Allah i shpërbleft. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Allah i shpërbleft edhe Çdo pushim s'do ka me të zonë. Ani inshallah me knasi s'ka problem kur zho. Allah i shpërbleft edhe dash inshallah Allah e ka bëu që kemi qenë domethënë të frymëzuar me thonë një fjalë të mirë, Alhamdulillah. me thonë një fjalë të dobishme. S'do me thonë patjetër më bajtuan çdo mendim edhe shikues të juaj, por me kalu çaste të mira me cilat me thonën Allahu është i kënaqur,
Thjesht Allah na boft pe goj mirëve, pe atyre Amen. që fjalë Fjalë të të mira mira. edhe bëjnë vepra të pranuara inshallah. Shkues të ndëruar, ky pra ishte emisioni podcast emisioni ishte shit speditshme, thon, ndonjëherë emision, ndonjëherë podcast. Kryesora mos me hin stres, a fola me gramatika, s'fola, gabova, s'gabova. Shifemi javën e ardhshëm. Selam aleikum.